Sot është mbajtur Akademi përkujtimore për nder të pedagogut dhe veprimtarit Tom Gjokaj. Ai është përkujtuar me 7 mars ditën e mësuesit në bibliotekën Ibrahim Rgova nga pjesëmarrës të shumt nga vendet shqiptare për kontributin e tij. Angel Berisha, shkrimtar, tha se është nder që për veprimtarin dhe mësuesin i cili kreu shkollën në Gjakov të mbajnë këtë akademi. E liria vërtet ka emër, por ka shumë emra. Ka emra, personalitete edhe ka sakrificën. Besoj që fryma kombëtare që ka ndjekur vetë Toma, atëherë meriton që këtu në Gjakov, në Kosovë, pse në Gjakov? Nëse dikush do më po pyetje pse në Gjakov? Erdhi nga Malësia, nga Trijeshi, Malësia madhe dhe në Gjakov mori mësimet e para normale bashkë me vllajën Zefin që janë të pranishëm dhe jo vetëm këta. Palcanaj nga forumi i intelektualëve Lojz Gorakuqi në Knin tha se Tom Gjokaj ishte një nga pishtarët e ndriçimit të mendjes, i cili duhet të përkujtohet në këtë ditë. Një prej pishtarëve të përhapjes së dritës dhe ndriçimit të mendjes përmes arsimit ishte edhe mësuesi dhe veprimtari Tom Gjokaj, figurën e të cilit po përkujtojmë sot. Të dhënat e studiosëve, të cilët merren me ndriçimin e figurës së Tom Gjokajt, pohojnë se ky intelektual shquhej me veprimtarinë e tij patriotike në vendlindje dhe çdo kohë ku punon të ndodhej. Ndërsa pas largimit nga vendlindja, dëshmohet me veprimtari të dalluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili përmes aktivitetit të tij të parreshtur ka dhënë një kontribut të rëndësishëm lidhur me aspiratat për lirinë e Kosovës dhe për çështën shqiptare në përgjithësi. E shkrimtari Prend Buzhala tha disa fjalë për jetën dhe biografinë e Tom Gjokajt. Me anë të kësaj akademie përkujtimore që i kushton mësuesit, veprimtarit dhe ardentarit Tom Gjokaj, tu përmend i përmendit në shkollë 47 Mozhec të jeshit Malësisë, ku i mori edhe mësimet e para, kurse shkollën normale para ka kryer në Gjakov, ndërsa studimet universitare ka ndjekur në Universitetin e Prishtinës. Tom Gjokaj u vra nga shërbimet antishqiptare me 1991 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët në atë kohë vetëm kishin shtrirë për ndjekjet dhe vrasjet edhe përtej Atlantikut.